mirëmbrëma nga Paper Radio në çke rrëfe me veziren. Më në fund erdhi dita e bekuar e mërkurje që ne të kemi takimin ton të radhës, takimin e përjafshëm nga ora 22 deri në orën 23. Do ta djegim, do flasim, do e molloisim, si që thonë. Dhe sot kemi me të vërtet një epizod të jashtëzakonshëm, si gjithmonë, dashur, ju lutem shumë, sepse e dim të gjithë që ky është emisioni më i bukur në univers, okay? Këtë e dim do të thënë që modestia nuk ekziston për sa i përket të emisionit të çke rrëfe. Se tash në këto kohë të vështira, në këto ditë të komplikuara të errta, pa i bërë një si komplimenta vetes, domethënë nuk mund ta vazhdojmë dot, ju lutem shumë. Kështu që unë ju bëj komplimenta juve më bëni komplimenta mua, edhe jeta bëhet më e bukur në këtë deluzionin në deluzionin social që i krijojmë njëri tjetrit. Por është e nevojshme që të kemi pozitivitet, të kemi pak më shumë alegri në jetët tona, dhe për këtë arsye, çfarë ndodh? Për këtë arsye vjen vezirja çdo të mërkur. Dhe ja ku jemi në ditën e mërkurje me një tjetër epizod të çke rrëfe, me histori të jashtëzakonshme. Sot kemi histori të turpshme, kemi lajmërime nga Craigslist, kemi rubrikën ton a jam unë i keqi, a jam unë e keqja. Dhe në fund, siç e do tradita fuqishëm, do ta mbyllim me rubrikën tonë të jashtëzakonshme, mistike, mbinatyrore, të frikshme, dhe sot do të flasim për parandjenjat, ato mendimet që shpeshherë për shumë njerëz mund të jenë qoftë mendime, qoftë vizione, qoftë edhe ëndra, na tregojnë të ardhmen, na japin pikërisht një snippet, një pamje të së ardhmes. Të gjitha këto në emisionin e sotëm, kështu që unë do t'ju kërkoja që të qëndroni pranë radios tuaj, nëse jeni në makinë, nëse ndodheni në komoditetin e shtëpisë tuaj, nëse po na dëgjoni nëpërmjet aplikacionit ton, apo nëse po na ndiqni nëpërmjet website-it ton paper.fm. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin tim. Ndërkohë, si gjithmonë, unë e them gjithmonë nga thellësia e zemrës time, e them që emisioni im është emisioni juaj, sepse nëse nuk do të ishin mesazhet tuaja edhe feedbacku që juve na dërgonin gjithmonë, emisioni im nuk do të ekzistonte. E kuptoni? Kështu që nëse keni histori të turpshme, të sikletshme, histori personale, apo thjesht nuk e di, doni thjesht të na përshëndesni, mund të na shkruani në inboxin ton në Instagram në çke visposht rrëfe. Qatë ju doj zemra juve, mos u shqetësoni për gjitha mesazhet pastaj që janë interesante, për historitë e bukura, ne do t'i selektojmë edhe do t'i tregojmë gjatë emisionit, që t'ja kalojmë mirë, t'ja fusim një të qeshur, e pse jo, dhe t'a marrim jetën me shumë pozitivitet. Dhe duke që se hoqëm intron, le të fillojmë me një herë me mesazhin e parë që kam bëritur në inboxin ton, me një histori, le të themi, të turpshme, të sikletshme, që na ka shkruar një nga dëgjueset tona, dhe që fillon kështu: unë kam një talent, jo talent për të kënduar, apo për të vizatuar, jo, talenti im, është që mund të gromësi aq fort, sa që duket sikur kam një motor traktori në fyt, Okej. E kuptoj, të gjithë kemi disa talente në thonjza të panevojshme që na i ka dhënë Zoti, domethënë, po me sa duket kjo dëgjuesja jon ka këtë talentin që mund të gromësi, domethënë, sikur kam një motor traktori në fyt, Dhe si çdo person i pjekur, këtë talent e përdor vetëm me shoqen time të ngushtë në Instagram, në DM, dhe atë ditë po bënim video me njëra tjetrën, po i dërgonim video njëra tjetrës dhe po bisedonim në këtë formë. Është pikërisht, shiko, unë të kuptoj shumë mirë, sepse kur bie fjala për miqt ton më të ngushtë, për bisedat që bëjmë me miqt tan më të ngushtë, për gjërat që themi dhe gjërat që bëjmë, o Zot i madh, nëse dalin edhe bëhen publike, do lëm nam, domethënë. Do na ik fytyra
Sepse me njerëzit që ndihemi sa më mirë dhe sa më komod, e lëm veten tonë të jemi sa më të çmendur të jetë mundur, të gjitha këto detajet e personalitetit tonë që mbase në publik nuk do i bënim kurrë, në momentin që jemi me njerëz të besuar, le të themi, let the freak flag fly, honey. Dhe vazhdon, ajo thot më dërgoi një video duke qeshur dhe më thot, bëj edhe një herë atë gromësimin tënde të tmerrshme, thot. Unë budallaj që e krenare, thot, thash, okej, prit. Mora frym thellë, shtyp rekord edhe thot, ja dhash, ja. Faleminderit. Ishte një gromësim thot që duke sikur vite nga barku, nga mushkërit, nga të gjitha organet njëkohësisht. Më pëlqen se ka edhe aftësi përshkruese, është zhon. Unë ndërkohë qeshja si idiote, thot. E pash video, thot, edhe isha krenar. Isha krenare, thot, isha gati ta dërgoja. Shtyp send, ose kështu mendova, thot, e vendosa telefonin poshtë, thot, edhe shkova që të bëja një dush. Dakord. Kur mbarova, thot, u ktheva, hapa Instagramin prap, thot, dhe aty, në kryet e ekranit, me shkruajna të mëdha shkruante, your story has been updated. O, bo, gjaku mu bë akull, thot. Hapa storyn, jaku isha unë me fytyrën si Brett Kotz, thot, dhe pastaj, thot, të mërshme, hapa njerëzit që e kishin parë, sepse logjikisht ka shkuar ka bërë dush, kush e di sa ka qenë atje në dush, dhe e kam parë njerëzit, e kam bërë dhe save. Aty, thot, pash ata që e kishin parë, sin by, dhe jo vetëm që e kishin parë, thot, gjysma e njerëzve që më ndjekin, por e kishte parë edhe ai, çuni që më pëlqen, thot. Ai me buzëqeshjen e bukur, thot, ai që më pa njerë në lokale dhe më tha ke energji shumë pozitive. Tani, thot, e kam parë edhe energjin ti me gastrik. E kam fshirë storyn, thon, brenda 0.3 sekondash, thot, dhe doja që të zhdukesha, thot, të transferohesha në një fshat në mal, thot, të risja dhi, të ndryshoja emrin, thot. Por nga ajo ditë, thot, përpara se të dërgoj video, e kontrolloj gjithmonë 3 herë se mos lëndo një gaf tjetër si kjo që lash tani. E po, shiko, me thënë të drejtën, shpesh herë kur ne i bëjmë këto gafa, kur ne i bëjmë këto proçka, na duke sigur është ai fundi botës që çfarë bëra, por në fund të fundit, siç e thashë edhe pak më parë, në komoditetin e shtëpisë ose në komoditetin e një miqësie të afërt, të gjithë njerëzit janë të çuditshëm. Të gjithë njerëzit janë të çuditshëm sepse kur njeriu është komod dhe nuk ka këto restriksionet që çfarë do mendoj bota për mua, jo vetëm që është më i lirshëm, por disa herë është edhe më gazmor, është edhe më komik, kështu që unë kam përshtypjen që nuk është se njerëzit e kanë marrë në mënyrë të kobshme që shiko kjo poston video me gromësia. Kam përshtypjen që thjesht kanë qeshur. Tashti mund të ketë ndodhur edhe që dikush nga ata mund ta ketë bërë save screen record edhe të bëhet meme, më kupton. Por në fund të fundit, edhe po u bëre meme. Çfarë problemi ka? Thjesht mendoj që, okay, ishte në një mood komik, bëre atë që bëre dhe mundësisht njerëzit thjesht do qeshin pak me videon tënde, nuk është se është fundi botës. Si, fundi botis. Pastaj si është ajo shpreha shqiptare që çudia më e madhe 3 ditë zgjat, gjithmonë dalin gjëra të re. Me thënë të drejtën. Kjo është një gjë shumë specifike dhe shumë e vërtet që çudia më e madhe 3 ditë zgjat dhe fatmirësisht apo fatkeqësisht kjo vlen si për gjërat e mira në këto kohë, ashtu edhe për gjërat negative apo edhe të turpshme. Sepse edhe në rastin e videos tënde, sinqerisht për 3 ditë do harrohet, po edhe në momentin kur ti bën diçka të jashtëzakonshme të mrekullueshme, për 3 ditë thjesht harrohet. Sepse me rrjetet sociale, me TikTokun, me vëmendjen njerëzore, domethënë që është bërë kështu 3 sekonda se po e kalove treshin nuk thith më truri, me të vërtet që gjërat ecin shumë shpejt dhe ky është problemi të drejtën, është problem sidomos për njerëzit krijues, sepse ti nuk mund të krijosh diçka çdo ditë, nuk mund të jesh një makineri prodhimi, sepse je një person, duhet frymëzim, duhen kushtet, komoditeti që ti të krijosh.
Dhe me thënë drejtën, është e vërtet që është një problem jashtëzakonisht shumë i madh i kohëve të sotme, qoftë për ata që merren me pikturë, qoftë ata që kompozojnë, që bëjnë muzikë apo edhe video të thjeshta. Duan frymëzim dhe duan kohën e tyre. Por tani me AI-n edhe me të gjitha këto gjërat e tjera është bërë jashtëzakonisht shumë frenetike çdo gjë dhe është e vërtet. Madje unë do të thoya çudia më e madhe zgjat 3 orë do thoya unë, sepse duke bërë scroll të del një gjë tjetër dhe e ke harruar. Unë e keni menduar ndonjëherë për shembull, disa herë mund të rrim me orë të tëra duke bërë scroll, mund të shohim video gjatë periudhës, domethënë që ne po bëjmë scroll, video shumë të lezetshme që i shohim dhe themi ua sa e bukur kjo video. Dhe pastaj kur kemi mbaruar scrollin, literalisht nuk mbaj mend asgjë. Do të thënë nuk mbaj mend absolutisht asgjë nga ato që kemi parë. Dhe mundësisht ditë më vonë, nëse ne rishohim një nga ato video, themi ua, kjo video ja që e pash shumë e lezetshme. Do të thënë vëmendja ka ikur për shële, kur i thon. Kështu, shumë interesante kjo historia dhe ky talenti kaq specifik. Ka specifik i kësaj vajzës, por përveç talenteve njerëzit kanë halle. Jo vetëm halle, por kanë lajmërime, kanë njoftime dhe lajmërimet më të çmendura sigurisht ndodhen në Craigslist. Lista e famshme e lajmërimeve apo e mesazheve, për gjithë ata që nuk e dinë, Craigslist është një platformë më së shumti amerikane ku ti je i lirë që të futesh edhe të shkruash çdo gjë, nga lajmërime të tipit shes një kapele me lëkurë gjarpri deri në mesazhe të tipit ajo vajza që pash sot tek filan fistëk lokal e veshur kështu ishte shumë e bukur. Domethënë çfarë duash ti? Thjesht shkruaje te Craigslist edhe hiqe sikletin. Dhe ndër mesazhet dhe njoftimet që ishin postuar në Craigslist, ne kemi përzgjedhur disa që janë me të vërtet më të çmendura dhe këtu ti thjesht qëndron edhe thua, okay, çmenduria e njerëzve nuk pas ka fund, domethënë. Lajmërimi i parë në Craigslist thot kukull në shitje dhe si ky ka pafund, domethënë. Vetëm $5, okay, reasonable, $5 për një kukull. Pavarësisht se sot e kësaj dite ka shkuar kukulla Barbie, domethënë ku di unë, €50, $50, sigur kush e di ç'është, domethënë. Dhe thot kukull në shitje, $5, goca jon thot nuk luan me të, thot, dhe qeni jon sa herë që e shikon thot fillon edhe i lef. Dhe ka vënë një fotografi të kukullës, që unë ju betohem, do me thënë, vjen pak si ato kukullat e viteve 90, që nëse nuk gabohem, i bën të kjo fabrika e kallçukut në Durrës, ato kukullat që kur i shtri e mbyllnin syt, po gjithmonë ishin defektoze dhe dukeshin me një sy hapur, me një sy mbyllur, sikur kishte marrë kukulla valium. Por në këtë rast, kukulla, jo vetëm që i ka, te kjo fotografia, jo vetëm që i ka syt e hapur, jo vetëm që ka një vështrim, do me thënë që duket sikur ka 15 djaj futur brenda. Duket sikur po ta marrësh në shtëpi, do fillojnë dritat, do bëjnë kështu kër. Do ketë fenomene mbinatyrore. Por megjithatë ka persona që i koleksionojnë objekte të tjera, dhe sidomos në veçanti kukullat që janë të frikshme, janë pikërisht to kukullat e porcelanit që kur i shikon, domethënë me të vërtet të kallin datën, janë njerëzakonisht shumë të tmerrshme, të frikshme. Dhe ti imagjinon dot që ta blesh këtë kukullon, ta vësh atje përpara krevatit tënd edhe të zgjohesh natën dhe ta shohësh thjesht aty që po të vëzhgon. Me sa duket, ky person do ta heqi qafe kukullën, ka thënë $5, çfarë po bëj? Po e postoi në Craigslist me shpresën që dikush do ta marr kukullën dhe entitetin që e ka pushtuar kukullën. Ne vazhdojmë me njoftimin tjetër nga Craigslist. Thot, atëre vëmendje, sepse drejta ajo zoti mat nuk e di. Jap thot $200, thot, që një vajzë, opa, vëmendje, ju lutem shumë, të vi në shtëpinë time, thot, në klapa edhe e shoqëruar, nëse ndihet me sigurt, okay, e pas ka rregulluar situatën, mund të vi me një shoqërues ose shoqëruese për të ndjerë sigurt, të vesh rroba banje, thot, opa, kujdes, dhe të futet 20 minuta në vaskën e banjos time. Okej? Vaska, thot, do të jetë mbushur me makaron.
Nuk mundem. Vaska thot do të jetë mbushur me makarona, spageti thot të zjera në temperaturë të durueshme. I ka specifikuar. Okej. Mbas 20 minutash thot do të bëj pagesën thot dhe mund të kthehet në shtëpi. Mundësisht thot gjatë mbrëmjes. Tashti, e parë punës vetë kërkesa është shumë e çuditshme që një vajzë që të vesh rroba banje, të futet te kjo vaska e mbushur me makarona, të qëndroj atje 20 minuta dhe pastaj ky i jep lekët dhe ajo të shkojë në shtëpi. Më kupton? Dhe unë personalisht kur e lexova mesazhin, thash, po çka kinke është të çuditshme që kanë njerëzit, domethënë se nuk po arija të kuptoja. Dhe pastaj çfarë bëra, siç bën çdo person si ta them unë, normal i vitit 2026, ç'a bëra? Hapa komentet se thash një sekond, nuk po e kuptoj shumë këtë kërkesën, domethënë. Dhe një nga komentet specifikonte pikërisht mbylljen që ai kishte bërë te lajmërimi, që thoshte mundësisht thot gjatë mbrëmjes. Dhe thoshte me shumë mundësi, thoshte personi në momentin që vajza do shkoj, ai thjesht do darkoj me makaronat. E të mërshme. Tashi qefe kjo dynjatha, qefit nuk i ngjan tha, por që nuk e di unë, domethënë. Megjithatë shiko, $200 kam përshtypjen që shumë njerëz do shkonin ta bënin. Se $200 që thjesht të rish 20 minuta në një vask me makarona, okay, është çike shpifur, por që hajde mo. $200 për 20 minuta? Ua. Kështu. Një tjetër njoftim nga Craigslist, sepse nuk e di çmendurira në Craigslist, dhe perversiteti në Craigslist është i jashtëzakonshëm. Thot, shes lodra seksi të përdorura. Okej. Sapo jam lidhur, thot, dhe nuk më duhen më, thot. Të dashurit tim nuk i pëlqejnë, thot, që t'i përdorim. Kush do të vi ti marr, thot, do të jenë të lara, thot, edhe të dezinfektuara. Dhe ka bashkangjitur një foto. Tashti unë nuk e di se sa e vetmuar ka qenë shkreta para marrëdhënies, domethënë me të dashurin e saj të ri. Po me të vërtetë është tek fotografia është një krevat i stërmbushur me lodra seksi, domethënë unë nuk e di, ti motor nuk je për Craigslist, ti mund të hapësh dyqan, like mund të shkosh te ajo këto tregjet e gjërave të përdorura dhe ti hap qendër komerciale me kaq shumë material sa paske mbi krevat. Nuk e di, shiko, jam në dyshim, sepse ka disa gjëra që ti nuk mund t'i blesh dot të përdorura. Okej, e kuptoj që për shembull kriza ekonomike mbase mund të arrish deri në pikën sa të blesh për shembull mbathje të përdorura. Apo çarçaf të përdor. Unë personalisht nuk do e bëja kurrë, nuk mund. Domethënë është e pamundur për mua. Por lodra seksi, kjo këtu kalojmë, është diçka shumë personale, shumë intime, pavarësisht se ajo mund të lahet, mund të dezinfektohet, nuk është diçka domethënë që ti mund ta shesësh. Nuk është si ose ta trashëgosh brez pas brezi, nuk e ke parasysh, nuk është unaz ose janë disa gjëra që thjesht mendoj unë jam për përdorim personal dhe vetëm personal dhe nuk mund të shiten. Gjithsesi me gjithë materialin që pas ke ti e nderuara ime, domethënë sinqerisht mund të hapësh dyqan. Dhe pastaj vazhdoj me njoftimin tjetër që thot kurse kitare falas. Një herë në javë thot ose më shpesh, lajmëri, gjithmonë vjen arrin një moment lajmërimi që aty e nxjerr kokën, domethënë, që aty del krimi. Thot lajmërimi thot është vetëm për goca, thot, sepse e ka justifikuar kështu, sepse na duhen thot më shumë goca kitariste. Deri këtu, hajde mo, gjasme po e bën kështu mesazh feminist. Na duhen më shumë goca kitariste dhe unë po bëj kurse falas për të fuqizuar, domethënë, vajzat e gratë tona. Dhe pastaj mesazhi bashkangjitet me një fotografi që është personi në fjalë me një kitarë në dorë dhe mbrapa kitarës është praktikisht ai nudo. Unë nuk e di këto kurset si, domethënë bëj kështu nudo
Apo ka thënë ta hedhi gur në lum, të ofroj një shërbim se mbaste ço gjej edhe ndonjë gjë. Dhe mesazhi fundit ose lajmërimi i fundit, që ky në fakt nuk është lajmërim, është thjesht lajmërim mund të quhet, por që nuk ka të bëjë me shitje, është lajmërimi një taksisti. Dhe taksisti thot, gotës bjonde, thot, me kapelen e kuqe, deri këtu jemi mirë. Që e zuri diareja, thot, në taksin ti me dje, thot, mbas dite, ka haruar, thot, kartën e identitetit. Dhe jo vetëm që thot, për ta marrë kartën e identitetit, kontakto me numrin, ka vënë numrin e vet, dhe ka bashkangjitur edhe një foto të kartës së identitetit, ku duket çdo detaj me emër mbi emër, atë lindje edhe fotografi të personit, drejt pse duhet ta fusja atë pjesën që e ke parasysh pjesën e diarres, apo donte ta specifikonte, domethënë që mos ngatroj. Mund të thjesht të vije foton, të bllokoje këto gjërat dhe thoje personin fjalë ka harruar. Shiko, për të gjithë juve personat që keni delikatesën për të bërë njoftimet ashtu siç duhet, ka ardhur momenti që të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore, po mos u ndani sepse më vonë kemi rubrikën tonë A jam unë i keqe apo a jam unë e keqja. Dëgjohemi pas pak. Bukur, more, o sa bukur. Janis Joplin, ikona, legjenda, diva, hynjesha, dashuria, të gjitha këto epitete të jashtëzakonshme dhe shumë të merituara për një superstar të viteve 60 që fatkeqësisht ka humbur jetën e saj, por që ka lënë pas një repertor të jashtëzakonshëm, kemi mbërritur tek rubrika Jam unë i keqja, jam unë e keqja. Ju lutem shumë, do merremi me hallet e njerëzve. Duhet të merremi me hallet e njerëzve, sepse nëse hallet nuk t'i zgjidh psikologu Anila, erdhi momenti që përmendim Anilën. Kush do t'i zgjidh hallet? Po sigurisht që unë a kam si ta them unë a kam eksperiencë për zgjidhjen e halleve? Kam kompetenca? Jo. A do t'i zgjidh gjithsesi? Po. Kështu që le të fillojmë me mesazhin e parë që na ka mbërritur në rubrikën tonë Jam unë i keqja apo jam unë e keqja. Dhe thot, do mundohem, thot, ta shpjegoj sa më normalisht, thot, sepse edhe vetë nuk e di nëse po bëj unë drama, thot, apo kjo është realisht shumë e çuditshme, thot. Ta shohim. Unë, thot, jam 24 vjeç femër, jam në lidhje, thot, rreth 8 muaj me të dashurin tim, 27 vjeç mashkull, thot. Ai është djalë shumë i mirë, është i sjellshëm, është punëtor, është fani dhe kimia mes nesh, thot, është shumë e mirë në çdo aspekt, thot. Përveç një gjëje pa hënjer, ai, thot, ka një tatuazh shumë realist, thot, të gjyshes së tij që ka vdekur në gjoks. Dhe thot, jo stil sketch, thot, por është fytyra e saj, thot, me sy, me detaje është fytyra e saj me sy, po normaliste, do ta bënte pa sy gjyshen, me detaje realistike, thot, që të ndjek, duket sikur të ndjek, thot, me shikimin. Në fillim, thot, nuk më bëri shumë përshtypje, mendova, është një tatuazh sentimental, thot, edhe mua më pëlqejnë tatuazhet me kuptim, thot. Problemi, thot, është kur lidhja jon filloi dhe u bë intime. Sepse gjatë seksit, thot, fytyra e gjyshes së tij ishte literalisht aty. Kjo është e çuditshme. Në një nivel me mua, thot, sy ndër sy, thot. Unë përpiqesha të fokusohesha, thot, po truri im thoshte gjithmonë, po më shikon gjyshja, po më gjykon gjyshja. Po shgënjej gjyshen. Një herë, thot, madje, u prish komplet momenti, thot, a isa nuk vazhdoja dot më. U përpoqja ta injoroj, thot, ndryshuan pozicione, fika drita, thot, mbylla syt, por sa hapja syt, thot, bam, thot, gjyshja ishte gjithmonë aty. Pas disa muajsh, thot, fillova realisht të ndihem në ankth gjatë intimitetit, thot, dhe nuk ishte më qef sepse ishte një siklet konstant, thot. Në fund vendosa të flas me të dashurin tim, i tha shumë butë që tatuazhi më bënte të ndihesha pak uncomfortable, thot, në momentet intime, nuk i kërkova ta heq, thot, thjesht i tregova se si ndihesha. Ai, thot, u lëndua shumë, tha që gjyshja i kishte rritur dhe tatuazhi është gjëja më e rëndësishme për të, thot, dhe unë e kuptoj 100%, por unë gjithashtu nuk mund ta detyroj veten,
thotë të ndihem rehat thotë, kur ndihem sikur jam në një sikur jam e të vërshme, sikur jam në një audicion thotë përpara shpirtit të gjyshes së tij. Po mendoj sinqerisht thotë edhe të ndahem thotë se kjo histori po më bën shumë në ankth thotë. A jam unë e keqja thotë që po e mendoj këtë gjë. Tash shiko, më lejo ta marrim shtruar. Okej. Atëre, nuk e keqja për faktin që kjo gjë po të bën të ndihesh në ankth. Është një situatë e komplikuar, me thënë të drejtën, sepse ke të drejtë, në momentin që ti ke një marrëdhënie intime me të dashurin tënd dhe ke përpara fytyrës tënde imazhin e gjyshes, nuk është se është aq le të themi eksitonjëse ose aq kontribuese domethënë për ta rregulluar momentin. Të mendosh të ndahesh vetëm për këtë, unë do thoj absolutisht jo, sepse në momentin që personi ka gjitha ato të mira nuk do ta bësh. Dhe logjikisht më vjen logjika. Po le të vesh një bluzë. Shka që thjesht. Ose nëse do atë kontaktin fizik trupor lëkuror, po shkoni në farmaci të blej një lekoplast, ta ngjis aty si për gjyshe sa për të bërë atë adetin edhe pastaj e mbaron muhabetin, nuk më kupton, sepse nuk është se është ndonjë gjë që tash ti në mendjen tënde ti mund të mendosh domethënë që edhe po të vesh edhe po ta mbuloj gjyshja është përsëri aty. Po kam përshtypjen që me kalimin e kohës në momentin kur nuk si është ajo larg syve, larg zemrës, në momentin që ai e mbulon gjatë momenteve tuaja intime, mendoj që është një zgjidhje shumë e drejtë dhe efektive që kam përshtypjen që do t'ju ndihmoj shumë për sa i përket marrëdhënieve tuaja personale. Shiko, unë mendoj që kjo është një zgjidhje e jashtëzakonshme dhe mendoj që është një nga këshillat më të mira që kam thënë. Imagjino këshillat e tjera, domethënë, mysybet minone. Kurse mesazhi tjetër na thot, kontekst thot, unë me zi shtuj muajnë, thot, punoj shumë, kurse ku mundem, thot, dhe shtëpia ime është modeste, thot, por e pastër. Para disa ditësh, thot, më shkruan një shoqe, që është shumë pasanike, thot, dhe më thot se do të vinte të flinte nga unë, sepse donte të qante hallet, e tash edhe të pasurit kanë halle. Sigurisht që po, i thash, i hapa shtëpin, i bëra dhomën e miqve gati, i lash peshqir të pastër çdo gjë. Problemi, thot, filloi, se sa po erdhi, filloi të qaj me probleme të pasurisht, thot. Si për shembull stresi që nuk po gjente dot fluturime business class, sa e lodhshme ishte të menaxhoje 2 shtëpi pushimi, dhe komente të tipit që sa cute është kjo shtëpia jote, shumë e thjeshtë. Pastaj thot bëri edhe komente për mobilimin, thot, sa interesante ishte zona ku jetoj, thot, dhe sinqerisht me komentet që bëri më bëri të ndihem shumë keq, thot. Tani, pjesa ku unë dyshoj se mbase unë jam e keqja, thot. Unë kam një qen, thot, shumë të vjetër, po e dua me shpirt, thot. Por ai ka inkontinencë, thot, dhe ndonjëherë gjatë natës bën qiqin aty ku flet, thot, pa e kuptuar. Për këtë arsye, thot, unë kurrë nuk e lë hapur derën e dhomës së miqve, thot, sepse ai shkon dhe fle në krevat, thot. Atë natë, thot, unë ja lash derën e dhomës hapur. Nuk i thash asgjë për qenin, thot, dhe gjatë natës qeni im, thot, kishte hyrë, kishte shkuar të flinte me të bashkë në krevat dhe në mëngjes ajo u zgjua e lagur me qeni. Në çarçafe, thot, në pijamat e saj gjithandej, ajo të merua, thot, filloi të bërtiste se qeni im kishte pshurrur, thot, pijamat Versace. Unë i kërkova falje, thot, por një pjesë e imja mendon, ndoshta, thot, meriton të pak reality check, thot, pas gjithë atyre komenteve, por prap, thot, teknikisht, thot, unë e dija që mund të ndodhte, por nuk i thash dhe e lash me vedia, do me thënë, derën e hapur, thot. A jam unë e keqja këtu, zemra ime ti, jo vetëm që je e keqja, po ti je një evil mastermind, ne duhet të marrim leksione nga ty, për të, le të themi, për të dënuar persona do me thënë që e meritojnë, ti ke bërë fix atë. Unë, e di qa mendoj unë mendoj që ti nuk është e ke bërë ndonjë gjë. Ti thjesht le derën hapur dhe le universin që të mere, ose mësak qenin tënë me inkontinencë që të mere me pjesën tjetër. Shikoj, nuk mendoj që është fundi botës tash. Shkoj qeni, bëri qiqin, ndodh. Më kupton, nuk
nuk ka pse të jetë fundi botës, kështu që mos u shqetëso. Nuk është se ke bërë ndonjë krim kundra njerëzimit. Le të themi ishte një akt I lezetshëm hakmarrjeje që në atë moment the, okay, dakord. Po e bëj këtë gjë. Dhe mbas këtij leksioni jete, që disa herë nuk ka nevojë për hakmarrje, thjesht duhet I hapësh derën universit dhe universi vjen edhe të pshurr. Në kuptimin e vërtet fjalës në këtë histori që sapo treguam. Tani do të kemi një shkëputje tjetër të shkurtër muzikore, por mos u ndani nga ne sepse do të vijojmë me pjesën e fundit të emisionit tim dhe do të flasim për parandjenjat, premonicionet në rubrikën tonë më mistike dhe më mbinatyrore nga të gjitha. Mos u ndani, dëgjojmë pas pak. Love one life. Dhe ne momentalisht nuk do të flasim për life, po flasim për afterlife. Sepse kemi mbërritur në rubrikën e fundit të emisionit të shke rrëfe dhe frymëzuar nga episodet tona speciale të Halloweenit, kemi vendosur që ta mbajmë këtë temën, le të themi, të historive të mbinatyrshme, historive të frikshme, historive misterioze që na lënë me pikpyetje për vetë ekzistencën tonë apo botën që na rrethon. Sonte do të flasim për një temë jashtëzakonisht shumë të përfolur, një temë shumë interesante, një temë që ende dhe sot e kësaj dite njerëzit nuk din si ta shpjegojnë, por kjo nuk do të thotë që nuk ekziston, edhe për faktin se ekzistenca e këtij fenomeni ka ndodhur jo rrallë, ka ndodhur shumë shpesh dhe është një nga ato fenomenet që nuk është për shembull si historitë me fantazma që mund t'i kenë ndodhur vetëm disa njerëzve specifik apo si historitë e frikshme dhe të pashpjegueshme. Kjo histori ka ndodhur masivisht, ju ka ndodhur shumë njerëzve. Dhe po do flasim pikërisht për parandjenjat dhe tek parandjenjat përfshir këtu ëndrat profetike, përfshir këtu ato ndjesitë e çuditshme, apo mesazhet që ndoshta trurion mund t'i perceptoj, apo sensin shisën e 6, domethënë që quhet, ku vetë ne arrim të perceptojmë gjëra që nuk kemi nga t'i dim. Do të thellohemi shumë tek kjo temë, tek mënyra mbase se si këto gjëra funksionojnë, por për ta shtruar më mirë rrugën, do të rrëfej një histori shumë interesante, jashtëzakonisht shumë interesante, që ka ndodhur jo shumë larg Shqipërisë, pikërisht në Itali. Në një qytet të vogël në veriun e Italisë, shumë afër me Zvicrën, ishte një ditë e diel dhe dy vëllezër, një I madh dhe një I vogël, ishin duke shëtitur nëpër rrugët e qytetës. Kishin dalë me biçikletat e tyre, ishin duke u arktuar, ishin duke u vërtitur, duke bërë xhiro. Ishte periudha që dimri sapo kishte kaluar dhe koha kishte filluar të ngrohej, kështu që ata mund të merrnin biçikletat e tyre dhe mund të bënin xhiro nëpër qytetin e vogël në veri të Italisë, një qytet jashtëzakonisht shumë të bukur, të mbushur me fusha, me hapësira interesante, dhe në momentin që vëllezrit ishin duke ecur, kishin marrë biçikletat e tyre dhe ishin duke ecur, po ja merrnin shtruar, domethënë, këtë ditë të diele, sapo po kalonin afër një ure shumë specifike dhe ura ishte me të vërtet shumë e lartë, ishte pikërisht ura që çdo ditë kalonin trenat, të cilët kalonin domethënë ai territor. Dhe në atë moment vëllezrit shohin lart edhe vërejnë që njëri nga trenat kishte ndaluar sipër urës. Domethënë kishte ndaluar totalisht sipër urës, gjë që ishte shumë e çuditshme sepse zakonisht trenat nuk ndalonin absolutisht asnjëherë përveç se në stacion ose kur kishte diçka që nuk shkonte, dhe aq më tepër të ndalonin sipër urës, do të thotë që kishte një problem, kishte diçka që kishte ndodhur dhe kjo ishte arsyeja pse treni ishte ndaluar pikërisht sipër urës. Në atë moment vëllai I vogël, pikërisht vëllai I vogël që frekuentonte shkollën fillore, ishte pra duke shkuar në shkollën fillore, shef nga ana e urës dhe nga hiçi, thot
një shprehje të tmerrshme që vllai i madh as nuk arriti ta kuptonte se si një fëmijë i vogël në atë moshë edhe dinte si koncept. Në momentin që ai pa trenin e ndaluar, u kthye nga vllai i tij dhe i tha që treni ka ndaluar sepse zysha e tij, mësuesja e tij e shkollës fillore, ndodhej tek shinat e trenit dhe kishte kryer vetvrasje. Vllai i madh nuk është se e mori shumë seriozisht, sepse në momentin e parë që e dëgjoi, mendoi që mbase vllai i vogël e kishte dëgjuar diku, po bënte shaka, apo ishte thjesht ajo gjëja idiote, domethënë që shpeshherë shumë prej nesh, mbaj mend kohë më përpara për shembull për këta profesorët zyshat apo profesorët që ne i kishim inat kur kalonte ambulanca, thoshim inshallah, është filani apo fisteku, dhe mbase vllai i vogël mendoi bëri një batutë të egzageruar për mësuesen e tij, mbase nuk kishte marrëdhënie të mirë me mësuesen e tij, dhe në momentin që vllai i madh u kthye dhe e pyeti që nga të erdhi në mendje kjo gjë, domethënë kaq e tmerrshme që sapo the, ai u shfaqsua duke thënë që jo, nuk e thash unë këtë gjë, por e mban mend, i tha vllait të madh që në darkë na mori në telefon drejtori i shkollës dhe na e tha këtë gjë. Ndërkohë që kjo gjë nuk kishte ndodhur. Domethënë ai mendoi që vllai i vogël thjesht po krijonte gjëra, domethënë po gënjente. Dhe jo vetëm kaq, por e qortoi për këtë gjë kaq makabre, domethënë që tha, dhe i tha që të mos bënte më komente të tilla dhe të mos tallej me fenomene të tilla kaq të rënda, siç është fenomeni i njerëzve që zgjedhin të largohen nga kjo botë. Në momentin që ata kthehen në shtëpi dhe historia gati ishte harruar, domethënë, për rreth orës 8 të mbrëmjes, familja merr një telefonat dhe në telefon ishte pikërisht drejtori i shkollës, i cili njoftoi prindrit që ditën tjetër çuni i tyre i vogël nuk do të kishte shkollë, sepse mësuesja e tij kishte kryer vetvrasje tek shinat e trenit. Pikërisht në momentin që ata ishin poshtë urës së madhe. Dhe çuni i vogël ishte i sakt në të dyja rastet. Personi domethënë që e ka treguar këtë histori shpjegoi faktin që kjo është e vetmja histori që i ka ndodhur vllait të tij, sepse shpeshherë neve mendojmë që mbase këta persona e kanë këtë aftësinë domethënë për të perceptuar gjëra, për të parë gjëra profetike në mënyrë të vazhdueshme, por personi shpjegon që vllai i vet e ka përjetuar këtë lloj fenomeni vetëm një herë, që ishte ky rasti, domethënë që ne sapo treguam, ishte vetëm njëri rast dhe pastaj nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj eksperiencë tjetër, por ky rasti mjafton për të tmerruar, do të thoja unë, jo vetëm vllain e tij, por dhe gjithë familjen që më pas e mori vesh si ndodhi. E pare punës një përpara se të vazhdojmë me komentin për sa i përket historisë apo vetë fenomenit të parandjenjës, qoftë edhe të këtij rasti specifik, do doja thjesht duke qenë se po flasim për një temë njerëzakonisht shumë delikate, do doja thjesht të thoja për gjithë personat që mbase po na dëgjojnë dhe që vuajnë nga depresioni, do doja ta thoja nga thellësia e shpirtit tim që e pare punës ju kuptoj, kam qenë në të njëjtën situatë si ju, ekzistojnë momente shumë të errta në jetën tonë, ekzistojnë mendime shumë të tmerrshme që shpeshherë mund të na vinë në kokë, por më besoni, nuk është asnjëherë vonë për të kërkuar ndihmë, nuk është asnjëherë vonë për ta ndryshuar jetën, sepse edhe në momentin që ti mendon që nuk ka asnjë rrugëzgjidhje, absolutisht që ka, sepse asnjë problem, sado i madh, sado i pasgjithshëm që mund të duket, nuk është aq i madh sa për të vënë në diskutim jetën tënde. Jeta jote është dhurata jote dhe ti ke të drejtën e botës që të jesh i lumtur, që ta ndryshosh jetën tënde, që të bësh zgjidhje në jetën tënde dhe të kapësh lumturinë që ti meriton. Kështu që mos keni frikë, të kërkoni ndihmë, ta flisni me njerëzit në momenti që nuk ndiheni mirë, pikërisht të filloni dhe të bëni atë ndryshimin e duhur, sepse më besoni, edhe në momentet që ndihemi më vetëm, nuk jemi vetëm, kemi gjithmonë njerëz që i kemi pranë dhe që janë të gatshëm në çfarëdo lloj momenti të na ndihmojnë. Kurse për sa i përket historisë
që sapo diskutuam, që sapo treguam, kjo është një temë jashtëzakonisht shumë interesante sepse sidomos në këtë rast shumë persona që e kanë komentuar këtë histori kanë thënë që mbase vllai i vogël në një mënyrë ose në tjetrën ka arritur jo vetëm jo më tepër nuk është një parandjenjë që ai ka pasur, por ka arritur të hedh një sy në një periudhë kohore të së ardhmes praktikisht, që është periudha e mbrëmjes së asaj nate. Dhe ka arritur ta perceptoj, ta ndjej dhe të shikoj një ndodhi që jo vetëm që sapo kishte ndodhur, ose më saktë ishte taze e freskët, por të dinte detaje të caktuara që askush nuk mund t'i dinte në atë moment. Dhe ka histori pafund të tilla ku njerëzit qoftë nëpërmjet ëndrave, qoftë nëpërmjet shenjave apo simboleve të ndryshme kanë bërë zgjidhje të le të themi radikale në jetën e tyre. Ka shumë njerëz për shembull që mbase mund të donin të shkonin diku me makinë dhe kanë pasur këtë parandjenjë brenda tyre që janë ndaluar sepse kanë thënë që një sekond se diçka nuk shkon, diçka mund të shkojë keq, dhe më pas kanë zbuluar për shembull që fugoni apo makina që ata do të duhet të udhëtonin ka pasur aksident ose me vende specifike që nuk do kaloj nga ky vend sot sepse kam një ndjesi negative, kam një ndjesi të keqe. Njerëzit e kanë debatuar pa fund këtë lloj fenomeni, ka disa prej tyre që thotë që është një ndihmes nga përtej bota, është një parandjenjë që na e jep dikush që do të na mbrojë, qoftë ky një angjëll mbrojtës apo një person që nuk është më në jetë edhe që po na mbron nga lart. Disa persona të tjerë kanë thënë që është një fenomen dhe është një zotësi që disa njerëz e kanë në mënyrë të kontrollueshme apo jo, për të parë evente që nuk kanë ndodhur dhe në këtë mënyrë edhe për të shmangur gjëra që ata mund t'i shmangin, por ka edhe njerëz të tjerë që janë më racional dhe që duan të japin, le të themi, një shpjegim deri diku shkencor këtij fenomeni, duke thënë që mendja jon funksionon në mënyrë matematike dhe të gjitha ndodhitë e jetës në fund të fundit janë ekuacione dhe shpeshherë mendja jon zgjohet dhe duke parë situatat që po ndodhin, 2 + 2 bëjnë 4, arrin të plotësojnë në mënyrë automatike këtë lloj ekuacioni dhe në këtë mënyrë arrin të perceptojnë disa gjëra që mund të ndodhin. Si për shembull, nuk e di, në momentin që ne jemi në shtëpi, kemi ndezur një qiri dhe qiriri është afër perdes, ne automatikisht e dim që mund të ndodh, një nga skenaret është që mund të ndodh që mund të fryjë era, flaka mund të shkojë deri perdes dhe perdja merr flak dhe automatikisht ne shkojmë aty edhe lëvizim qiririn që të mos rrezikojmë, domethënë që të ndodh diçka e tillë. Kështu që a është kjo një aftësi mbinatyrore, a është kjo thjesht një aftësi normale e trurit të njeriut që si shumë aftësi të tjera është e fjetur? Këtë gjë ende dhe sot e kësaj dite nuk e dim, sepse shkenca ende nuk ka arritur që të thellohet në fenomene kaq të komplikuara. E megjithatë, këto fenomene kanë ndodhur, po ndodhin dhe do vazhdojnë të ndodhin dhe do ta shtojnë si gjithmonë edhe më shumë kuriozitetin që njerëzit kanë për trurin e njeriut, për aftësitë e ndryshme apo edhe për një botë të padukshme që mbase ekziston dhe mbase disa herë disa prej nesh kanë luksin dhe aftësinë që të hedhin një sy në mënyrë të vetëdijshme apo jo. Kështu që duke e mbyllur këtë bisedë dhe duke mbyllur këtë tematikën e sotme pra të parandjenjave njerëzore, si gjithmonë duke domethënë sigurisht thjesht me një frym emisioni tim i ka ardhur fundi, sepse ora Fix shënoj 23:00, unë do t'ju përshëndes me gjithë zemër, duajini jetën tuaj, nëse nuk e doni jetën tuaj, atëherë ndryshojeni jetën tuaj, sepse është totalisht në dorën tuaj, dhe është e drejta juaj që të keni një jetë që e doni, ta dashuroni jetën, të dashuroni veten, imazhin që shihni në pasqyrë, njerëzit që ju duan, dhe çdo gjë të vogël që ja bën jetën tuaj më të bukur. Unë do t'ju lë takim javës tjetër, si gjithmonë çdo të mërkur, ora 22:00 në Çkerr FM me Veziren, sigurisht në Paper Radio 91.1 FM, dhe deri atëherë ju uroj gjithë mirat. Nëse mendoni që nuk ju kanë xhan,
Unë ju kam Xhan, okay? Ma bëf si gjumin e ëmbël dhe dëgjohemi javës tjetër. Natën e mirë.